Këtë misi e kurrizojmë sot me nënshkrimin me marrëveshjes e bashkëpunimit mes dy ministrive tona për mbrojtje dhe siguri. Me këtë hap rrugë për bashkëpunim edhe hap mundësit më të ngushtë sa përket shkollim, trajnim të personelit ushtarak, zhvillim të stërvitjeve të përbashkëta, mundësi për bashkëbarkim në operacione dhe misione ndërkombëtare, bashkëpunim më të theksuar në fushën e industrisë së mbrojtjes, e gjithashtu edhe në fusha tjera. Si Ministri i Mbrojtjes, qysh në fillim kam theksuar se partneriteti me Republikën e Kroacisë është shumë më i rëndësishëm për ne, për arsye se Kroacia është vend antar i NATO-s, po ka përvojë mini 10 vite në NATO. Edhe ne si Republikë e Kosovës e kem njëjtin aspirat, edhe njëjtat qëllime, po i ndajmë edhe njëjtat vlera.